Nëse flini me qenin tuaj në shtrat, këtë video duhet ta dëgjoni me patjetër. Një numër i madh i njerëzve e shohin qenin si pjesë të familjes dhe shumë prej tyre, rreth 56%, pranojnë se flenë në pranë me kafshët e tyre shtëpiake. Megjithatë, gjumi me qenin ka avantazhet dhe dizavantazhet e tij. Por cilat janë avantazhet e gjumit me qenin? Rehati dhe siguri. Një studim ka treguar se gratë e rritura ndjejnë më shumë rehati duke fjetur me qenin se me një person tjetër, veçanërisht në rastin e vetmisë. Përmirësimi i shëndetit mendor. Kafshët shtëpiake ndihmojnë në uljen e stresit dhe ankthit, është promovuar në lidhjet emocionale dhe sociale. Një studim i vitit 2012 ka treguar se ndërveprimet me kafshë ndihmojnë në stabilizimin e rrahjeve të zemrës dhe presionit të gjakut. Dizavantazhi i gjumit me qenin. Megjithatë, shumë njerëz ndihen rehat me qenin në shtrat, kjo mund të ndikojë negativisht në cilësinë e gjumit. Një studim ka zbuluar se njerëzit flenë më mirë kur qeni është në dhomën e gjumit, por jo në shtrat. Një alternativë me të mund të jetë vendosja e një shtrati të qenit pranë shtratit tuaj. Pra fjetja me qenin ka përfitime të dukshme për shëndetin emocional, por është e rëndësishme të merret parasysh cilësia e gjumit dhe një higjenë më e mirë e shtratit tuaj.